Dhe pas kësaj situate zjarr, emisioni Stop komunikon me punojsen tjetër të kësaj zyre, e cila i ka premtuar zonjës se pasi ka biseduar me palën tjetër, pra Qiramarsit, ata do të kthejnë parat, 4 milion lekë të vjetra. Dëgjoni bisedën. Më the mua që do flas me ato vajza dhe do më kthesh lekët për këtë pjesën e Edha. Po ja të i kthej unë, pra po të i kthen ajo gocë, sa më tha do ja çoj mozës te dyqani. Por që thot Qiramarsja? Maksimumi një orë e gjysmë te dyqani ose se lekët, në rregull? Okej. Dhe pas ndërhyrjes emisionit investigativ Stop, ky rast zgjidhet. Zonja merr plot 4 milion lekë për dëmin që i ka shkaktuar. Audita pas 5 orësh bashkëpunimi me juve dhe me agjensin, fol me atë vajzën, më në fund u finalizuam për 4 milion lekë të vjetra për dëmet që më kishte bërë. Nga juve shumë faleminderit.